Pak për Gjermanin, Gjermanë janë vërtet Gjerman, po Gjermania nuk është si përpara në atë aspektin e përbërjes kur të gjithë futbollistët e përbënin ekipin vetëm nga Gjermania dhe tash e shoh për shembull të naturalizum disa afrikan, bile e pash edhe Pavlovicin aty, e që dikur në Gjermani ka qenë shumë vështirë me luaj këta futbollistë. Por sot është krejtësisht ndryshe, nuk është si përpara. Edhe s'di sa duhet me analizu këto ndeshjet me këtë ishull, sepse janë gjirut e para. Është pjesë e kampionatit botëror pro? Është pjesë, por dini si na analistët tash nuk duhet me i dhonë shumë rëndësi këty në kundërshtarëve të cilët... Është barabartë në gjitha pjesë marë? Po, janë barabartë, por kur do të vjen koha, kur do të kemi në 16-18 ekipe, do të afrohen pjesa përfundimtare, atëre për analistët do të jetë më vështirë, se duhet të mësoj emrat. E tash kur të mësojmë emrat e koreanëve, kur të mësojmë emrat shqiptimin e marokenëve, emrat të cilët duhet patjetër me i përmend për shkak të rëndësisë strategjisë brenda lojës, sepse loja aty në varet është e lidhur me suksesin e ekipit. Atëherë do të jetë më vështirë, kurse tash Gjermania mësoj ti. Jo, kemi me dhënë për detyrë, dikush më mësoj të koreanëve, dikush duhet më mësoj edhe këtu në tjerëve. Mësoj ti, unë të gjermanëve e bojna kështu me